Aksidenti rënd në Tepelen humbi jetën 45 vjeçari. Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar në aksin rrugor Tepelen me Maliaj në pasditën e sotme. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit rreth orës 18, shtetësi ajo 42 vjeç, banues në fshatin Veliqot, duke drejtuar automjetin e tij ka aksidentuar shtetasin BB rreth 45 vjeç, banues në fshatin Mamaj. Rreth orës 18 në aksin rrugor Tepelen me Maliaj, shtetësi ajo 42 vjeç, banues në fshatin Veliqot, duke drejtuar automjetin ka aksidentuar shtetasin BB rreth 45 vjeç, banues në fshatin Mama, i cili përpasoi ka humbur jetën në vendngjarje, njofton policia.